U ka dhunë, nuk duhet. Jo, dhuna pse Japonia me dhunësh. Japonia me dhunë. Japonia, edhe Kina prap me dhunësh. Të jap një shembull që e dim gjithë, është shumë i thjeshtë. Ne kemi sistem publik dhe sistem privat arsimor. Në sistemin privat nuk ekziston asnjë lloj dhune mësuesi. Ekziston. Të paktën ato shkolla që kanë pas fëmijë dhunë. Ekziston, kemi patur raste që ekziston dhe nuk e di. Atëherë unë jam i pa informuar. Unë them në sistemin privat për mua nuk ekziston dhuna dhe fëmijët e mi kursin në anku. Në 2000... Ndërsa në sistem publik është vërtet duhet të ketë më tepër. Mondi ka një farë të drejtë, ka një farë të drejtë se ti paguan edhe i merr erzin aty. Po, patjetër, bëhet fjale. Në sistemin që merremi kemi patur raste dhunës që janë denoncuar, po. Edhe në privat, ë? Në sistemin privat. Kulturë kjo, është çështje sistemi. Edhe në sistemin publik, nuk ka të bëj se nuk ekziston dhuna, ka dhunë të shfaqur dhe dhunë të drejtë për drejtë. Nëse në sistemin publik ka më shumë nxënës dhe mundësia e përballjes së mësuesit shkon deri në nivele të ndryshme, në sistemin privat mësuesit garojnë, po nuk garojnë për thjesht për dijen. Në sistemin privat është të mbajmë vendin ton të punës, duke bërë ca kompromise dhe duke krijuar kompromise të cilat i çmësojnë fëmijët. Pra, ky problemi ka nxjerr problemet më të mëdha që ka sot arsimi. Se këtu dua të pikërisht dhe ajo që mua më ka ardhur keq, isha shumë okej që ministra të merrte veprimin e parë, po mbas kësaj duhet të dëgjoja fjalën. Kush veprimi i dytë? Fjalia do ishte Këshilli Kombëtar i Arsimit parauniversitar do mblidhet në mbledhje urgjente që ekziston me ligj, jo, marrin Reka Loga nuk e di. Po kush janë ose se kanë parë kur? Në ligj, kush do që t'jetë mos i kanë parë kur të dalin një herë, ore shiko, e zëm se është Nën Tereza, Gandhi edhe ku di unë tjetër. Të gjithë për mua s'vjen asnjë qindark, e kupton këtë gjë? Dhe unë nuk kam turp ta them, sepse unë shikoj rezultatin final dhe rezultati final nuk më duhet fare si e ke kuzhinën. Shikoj pjatën. Pjata është për i bret. Mondi më thuaj që ka gabim. Shumë e rëndësishme përpara se është rezultati. Po rezultati tregon të cilët nuk kanë ndërgjegje, të cilët nuk kanë qytetari, të cilët nuk kanë dieni, të cilët janë gojkyçur, të cilët janë të shitur në shpirt, në trup, në çdo gjë. Për çaj duan ata? Kushdo që tjetë do vë, edhe mamaja ime tjetë. Atëherë, për të vazhduar promovuar punën në shkolla. Jo nuk po promovoj. Gratë mësuesët nga këto fjalë tuaja. Absolutisht. Përkundrazi, unë po promovoj. I bie më thotë që të bëhet i mençur. Kjo po e varron arsimin. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo. Por unë nuk e duroj dot që fëmijët nuk shkojnë në shkollë për të mësuar. Shkojnë në shkollë si kam përqendrimi. Jo, ajo që është kështu apo jo? Ashtu i bëhet shkolla pra. Ai duhet shkojë me qef në shkollë, shkojë me frikë. Edhe me